Dielli i marsit në Milano ngrohtë trotuaret e lagura nga shiu i mbrëmshëm, ndërsa Klea Berisha ecste me hapa të shpejt drejt agjencisë së punës. Në dorën e djathtë mbante një dosje me dokumentet e saj. Në të majt, një filxhan kafe që kishte bler nga bari i cepës. Zemra i rrahte fort, jo nga lodhja, por nga emocioni. Sot ishte dita kur do të mësonte nëse do të pranohej për pozicionin e infermieres që kishte aplikuar. Klea ishte 24 vjeç, me sy të kaltër si deti i Jonit dhe flokë të gjatë kështenj që i binin mbi shpatulla. Fytyra e saj kishte atë butësi tipike shqiptare, por edhe një vendosmëri të fortë që tregonte karakterin e saj. Kishte ardhur në Itali 2 vjet më parë me një ëndër të thjeshtë, të ndërtonte një jetë më të mirë për veten dhe familjen e saj në Shqipëri. Rruga nuk kishte qenë e lehtë. Fillimisht kishte punuar në një kafene, pastaj në një restorant, gjithmonë duke studiuar italianisht në orët e mbrëmjes. Diploma e saj si infermiere nga Universiteti i Tiranës kishte nevojë për njohje në Itali, dhe ajo kishte kaluar muaj të tërë duke plotësuar dokumentet, duke dhënë provime dhe duke luftuar me burokracinë. Por tani, pas gjithë kësaj përpjekjeje, ishte gati të fillonte karrierën e saj të vërtetë. Agjencia ishte në katin e dytë të një ndërtese elegante në qendër të Milanos. Klea hyri dhe u prit nga sekretarja, një grua e mesme me buzëqeshje të ngrohtë. Sonjush Berisha, ju lutemi prisni pak. Signora Martinelli do t'ju takoj pas 5 minutash, tha sekretarja në italisht. Klea u ul në sallonin e pritjes dhe filloi të rishikonte dokumentet e saj. Kishte përgatitur çdo gjë me kujdes: diplomën e përkthyer, certifikatat e njohjes, referencat nga punët e mëparshme, madje edhe një letër motivimi të shkruar me zemër. Dinte që konkurenca ishte ashpër, por besonte në aftësitë e saj. Pas disa minutash, dera u hap dhe doli një grua elegante, rreth të 60-tave, me flokë gri të prerë shkurt dhe një veshje profesionale. Klea Berisha, tha ajo me një zë të qartë. Po, jam unë, u ngrit Klea me një herë. E jani në zyrën time, jam Signora Martinelli, drejtoreshe kësaj agjencie. Zyra ishte mobiluar me stil, me dritare të mëdha që shikonin nga sheshi i domos. Signora Martinelli i bëri shenjë Kleas të ulej dhe filloi të shfletonte dosjen e saj. E shoh që keni punuar shumë për të arritur këtu, tha ajo pas një heshtjeje. Diploma juaj është e njohur, referencat janë të shkëlqyera dhe italishten tuaj e flisni gati pa gabime. Jam e impresionuar. Faleminderit, tha Klea me modesti. Mjekësia dhe kujdesi për të tjerët ka qenë pasioni im që kur isha fëmijë. Gjyshja ime ishte somur për vite dhe unë kujdesesha për të. Ajo më mësoi se çfarë do të thotë të jesh pranë dikujt që ka nevojë. Signora Martinelli buzëqeshi. E kuptoj, dhe pikërisht këtë lloj përkushtimi kërkojmë ne. Kam një rast për ju, por është diçka e veçantë. Nuk është në një spital apo klinik, por kujdes privat në shtëpi. Klea u interesua menjëherë. Tregoni më shumë, ju lutem. Bëhet fjalë për një çift të moshuar, Signor Carlo dhe Signora Elena Marchetti. Ai është 88 vjeç, ajo 85. Jetojnë në një vilë në periferi të Milanos. Signor Carlo ka probleme me zemën dhe mobilitetin, ndërsa Signora Elena vuan nga artriti dhe fillimi i demencës. Kam pasur infermiere më parë, por asnjëra nuk ka qëndruar më shumë se disa muaj. Pse? Pyeti Klea me kureshtje. Signora Martinelli nguroi pak. Çifti është, si ta them, shumë të kërkues. Vin nga një familje aristokratike e vjetër milaneze. Kanë standarde të larta dhe nuk tolerojnë një profesionalizëm. Por me rëndësishmja, ata janë thellësisht vetmitar. Djali i tyre i vitëm jeton në Amerikë dhe vjen në rrallë. Ata kanë nevojë për dikë që të mos jetë thjesht një infermiere, por dikë që t'u bëjë shoqëri, dikë që t'i trajtojë me dinjitet dhe dashuri të vërtetë. Klea dëgjoi me vëmendje. Kjo ishte saktësisht ajo që ajo dëshironte të bënte, jo thjesht të kryente detyrat e saj profesionale, por të bënte një ndryshim të vërtet në jetën e dikujt. Do të isha e nderuar të merrja këtë pozicion, tha ajo me bindje. Signora Martinelli e shikoi me kujdes. Puna është 5 ditë në javë, nga e hëna në të premte, 8 orë në ditë. Paga është shumë e mirë për një infermiere fillestare, 2500 euro në muaj, plus bonuse. Do të keni një dhomë në vilën e tyre nëse dëshironi të qëndroni aty gjatë javës. Çfarë thoni? Klea nuk i kishte nevojë të mendonte 2 herë. Pranoj. E shkëlqyer. Do t'ju marr me vete nesër në mëngjes për t'ju prezantuar me çiftin. Ata do të vendosin në fund nëse ju pranojnë apo jo. Por me referencat tuaja, jam e sigurt që do t'ju pëlqejnë.
Klea doli nga agjencia duke ecur në re. Nuk e besonte që po i ndodhte kjo. Mori telefonin dhe thirri nënën e saj në Shqipëri. Mami, e mora punën, do të filloj si infermiera, tha ajo me entuziazëm. O bia ime, sa e lumtur jam, e dia që do të arije, Zotit bekoft zemra ime, tha nëna e saj me zë të përmbajtur. Do t'ju dërgoj më shumë para tani, ju mund të riparoni çatin e shtëpisë siç kishi dëshiruar. Jo bia ime, ti duhet të kursesh për veten tënde, ti je ajo që ka nevojë për gjëra. Mami, ne jemi familje, çfarë është ime është edhe juaja. Ato folën për një gjysmë ore, nëna e saj duke i dhënë bekimin dhe duke i kujtuar të mos haronte vlerat me të cilat ishte rritur. Klea premtoi se do të ishte gjithmonë vajza e mirë që kishte qenë. Atë mbrëmje, në apartamentin e saj të vogël që ndante me dy vajza të tjera shqiptare, Klea hekurosi uniformën e saj të bardhë të infermieres dhe vuri gati për të nesërmen. Nuk mund të flinte nga emocioni. Mendonte për çiftin e moshuar që të takonte. Pyeste veten si do të ishin, çfarë do të duhej të bënte për ta. Ndërsa shikonte nga dritarja e dhomës së saj drejt qiellit plot yje të Milanos, Klea ndjeu një ndjenjë paqeje. Kishte ardhur aq larg, kishte punuar aq shumë dhe tani po fillonte një kapitull i ri. Nuk e dinte ende, por kjo punë do të ndryshonte jetën e saj në mënyra që nuk mund t'i imagjinonte. Mëngjesi së nesërmes erdhi me një diell të shkëlqyer. Klea u zgjua në orën 5:30, edhe pse takimi ishte në orën 9. Donte të ishte kritësisht e përgatitur. Mori një dush të gjatë, i kreu flokët me kujdes dhe veshi uniformën e saj të bardhë të infermieres. Në pasqyrë pa një vajzë të re me sy plot vendosmëri dhe shpresë. Signora Martinelli e mori me makinë nga qendra dhe fillua rrugën drejt vilës së marketive. Ndërsa linin pas zhurmën e qytetit, rrugët u bën më të qeta, të rrethuar nga pemë dhe kopshte të mëdha. Duhet ju paralajmëroj për diçka, tha signora Martinelli ndërsa drejtonte. Signor Carlo mund të duket i ftohtë në fillim. Ai ka qenë inxhinier i njohur, njëri shumë logjik dhe i rrept. Por nëse fitoni besimin e tij, do të shihni një zemër të butë. Signora Elena nga ana tjetër është më e ngrohtë, por demenca e saj e bën të ketë momente konfuzioni. Duhet të jeni e durueshme. E kuptoj, tha Klea. Kam përvojë me këto situata. Vila doli para tyre si diçka nga një përrall. Ishte një ndërtesë trekatëshe ngjyrë salmon, e rrethuar nga një kopsht i madh plot me lule dhe pemë frutash. Hyrja kryesore kishte kolona mermeri dhe një derë të madhe druri të gëmdendur. Gjithçka fliste histori dhe elegancë. Signora Martinelli ra zilen dhe një grua më e vjetër u hap, me përparse dhe shami në kokë. Signora Martinelli, mirë se erdhët. Zotrin t'ju presi në sallonin e madh, tha ajo me një italisht me theks lokal. Faleminderit Roza. Krosh Klea Berisha, infermierja e re. Roza e shikoi Klean nga kokat e këmbët me një vështrim vlerësues. Pastaj ju tregoi rrugën. Kalua nëpër një korridor të mbushur me piktura të vjetra dhe mobilje antike. Klea përpiqej të mos tregonte sa e mbërthente gjithë kjo madhështi. Salloni i madh ishte një dom e gjerë me dritare të mëdha me perde të rënda kadifeje dhe mobilje të stilit barok. Në qendër të dhomës, ulur në dy koltush lëkure, ishin signor Carlo dhe signora Elena. Signor Carlo ishte një burr i holl për me një prezencë dinjitare. Kishte flok plotësisht të bardhë të krehur prapa, sy të gri të mpret dhe një fytyrë të thelluar nga vitet. Vishte një jelek të zgjuar mbi një këmishë të bardhë dhe mbante një baston me dorezë argjendi pranë. Signora Elena ishte një grua delikate me flok të bardhë të mbështjellë një kokë, sy blu të butë dhe një buzëqeshje të lehtë. Vishte një fustan të lehtë lule dhe kishte një shall mbi shpatulla. Duart e saj, të deformuara nga artriti, pushonin në prerin e koltuçit. Signor Carlo, signora Elena, ju paraqes Klea Berisha, infermiere që ju folëm, tha signora Martinelli. Klea hyri përpara me respekt dhe përshëndeti në italisht të përsosur. Mirdita, është një nder të jem këtu. Signor Carlo e shikoi me ato sy të tij të mpredh që duke se lexonin çdo detaj. Italishten e flisni mirë për një të huaj, tha ai me një zë të thellë, por pak të rënë. Faleminderit, signor, kam studiuar me përkushtim sepse respektoj vendin që më ka pritur. Nga vini? Pyetja ai. Nga Shqipëria, nga një qytet i vogël pranë ndetit. Shqipëria,
Përsëritja ai duke u thelluar në mendime. Kam pasur kolegë shqiptar në punë, njerëz serioz dhe punëtor. Sinjora Elena buzëqeshi. Sa e re jeni e dashur. Si quhet nëna juaj? Flutura u përgjigj Klea me butësi. Çfarë emri i bukur, sikur një flutur? Tha sinjora Elena, duke e humbur paksa në mendime. Sinjor Carlo vazhdoi intervistën. Zonjën Martinelli na ka dhënë referencat tuaja, por dua të dëgjoj nga ju. Pse dëshironi të kujdeseni për ne? Klea mori një frymë të thellë. Ishte momenti të ishte e sinqert. Sinjor Carlo, unë nuk e zgjodha këtë profesion vetëm për të pasur një punë. E zgjodha sepse besoj se kujdesi për të tjerët është njëri prej thirrjeve më të larta që mund të kesh. Gjyshja ime ishte e sëmurë për vite, dhe unë pash nga afër se sa rëndësi ka që dikush të jetë atje. Jo vetëm për të dhënë ilaçe, për të dëgjuar, për të buzëqeshur, për të bërë të ndihen se nuk janë vetëm. Kjo është ajo që unë dëshiroj t'ju ofroj juve. Heshtja ra në dhomë. Sinjor Carlo dhe sinjora Elena shkëmbyen një vështrim. Pastaj ai foli. Infermierja e fundit që kishim ishte shkëlqyer në punën e saj, por nuk kishte zemër. Kryente detyra dhe largohej. Ne nuk kemi nevojë për një robot, kemi nevojë për një njeri. Dhe unë jam këtu si njeri, sinjor Carlo, me të gjithë zemrën time. Sinjora Elena shtrinti dorën e saj të deformuar nga artriti. Eja këtu zemra ime. Klea ju afrua dhe mori dorën e saj me butësi. Sinjora Elena e shikoi thellë në sy. Ke sy të mirë. Syt nuk gënjejnë kurrë. Do ta pim një kafe së bashku, tha sinjor Carlo, duke i bërë shenjë rozës që të sillte kafen. Ora e ardhshme kaloi në bisedë. Klea u pyet për familjen e saj, për jetën në Shqipëri, për rukëtimin e saj në Itali. Ajo u tregoi për nënën e saj që punonte si mësuese, për vëllain e saj më të vogël që studionte në universitet, për baban e saj që kishte vdekur kur ajo ishte 8 vjeç, dhe se si ajo e kishte marrë përgjegjësinë të ndihmonte familjen që të vogël. Sinjor Carlo dëgjonte me vëmendje, her pas here duke bërë pyetje të mprehta. Sinjora Elena buzëqeshte dhe her pas here thoshte diçka si "Sa e bukur jeni" ose "Sikur bia ime". Kur erdhi koha për të ikur, sinjora Martinelli pyeti: "Çfarë mendoni? A dëshironi që Klea të fillojë?" Sinjor Carlo shikoi gruan e tij. Ajo tundi kokën me miratim. Pastaj ai tha: "Klea, do të fillosh të hënën. Roza do të tregoj dhomën tënde dhe do të shpjegoj rutinën tonë. Presim shumë prej teje." "Nuk do t'ju zhgënjej", premtoi Klea. Në rrugën e kthimit, sinjora Martinelli ishte e lumtur. E pat, ju pranuan menjëherë. Kjo nuk ndodh shpesh. Por Klea e dinte që ky ishte vetëm fillimi. Pjesa e lehtë kishte qenë të merrje punën. Pjesa e vështirë do të ishte ta mbaje dhe të meritoje besimin e atij çifti të mrekullueshëm. E hëna e ardhshme, Klea arriti në vilë në orën 8 paradite. Roza e priti në derë dhe e shoqërua në dhomën që do të ishte e saj gjatë ditëve të javës. Ishte një dhomë e bukur në katin e dytë, me një shtrat të madh, një tryez pune dhe një dritare që shikonte drejt kopshtit. Klea vendosi valixhen e saj me disa rroba dhe artikuj personal, pastaj zbriti për të filluar ditën e saj të parë. Roza i shpjegoi rutinën me detaje. Sinjor Carlo zgjohej në orën 7, por nuk çohej nga shtrati pa ndihmë. Kishte nevojë për ndihmë për të veshur, për të marrë ilaçet e mëngjesit dhe për t'u larguar në karrocë. Sinjora Elena zgjohej pak më vonë dhe kishte nevojë për ndihmë të ngjashme, por gjithashtu kishte momente kur ngatëronte gjërat ose harronte se ku ishte. Ndonjëherë ajo mendon se është ende e re, tha Roza me trishtim. Flet për djemtë e saj sikur të jenë ende fëmijë, por djali i vetëm është 50 vjeç dhe jeton në Amerikë. Klea dëgjoi me kujdes dhe filloi punën. Hyri në dhomën e sinjor Carlo dhe e gjeti të zgjuar duke lexuar gazetën me syzet e tij të vjetra. "Mirëmëngjes, sinjor Carlo", tha ajo me një buzëqeshje. "Mirëmëngjes, Klea. Shpresoj se dhoma është komode." "Është e përsosur, faleminderit." Ajo filloi të ndihmonte duke bërë atë me takt dhe respekt. Sinjor Carlo ishte një njeri kryelart dhe nuk i pëlqente të ndiej i dobët, kështu që Klea bëri gjithçka për ta bërë të ndjehej se kishte kontroll edhe kur nuk e kishte. E pyeste para se të vepronte, i shpjegonte çdo gjë dhe gjithmonë ruante dinjitetin e tij. "Ju jeni shumë e sjellshme", tha ai pas një kohe. "Infermierja më përparshme më trajtonte si fëmijë." "Ju nuk jeni fëmijë, sinjor Carlo. Jeni një zotëri me përvojë jete dhe meritoni respektin më të madh." Ai e shikoi me një shprehje që ishte gati një buzëqeshje.
Po, saktësisht. Pas mëngjesit, Klea shkoi të ndihmonte sinjora Elena. E gjeti duke parë nga dritarja, e humbur në mendime. Sinjora Elena, mirëmëngjes, erdha që ndihmoj të visheni për ditën. Sinjora Elena u kthye dhe shikoi me pak konfuzion. Kush jeni ju e dashur? I jam Klea, infermierja juaj e re. Takohemi të shtunën, ju e kujtoni? Të moshuarit duart e sinjora Elena u ngritën drejt fytyrës së Kleas. Po, tani e kujtoj. Klea e bukur nga deti. Po, pikërisht, tha Klea me butësi, duke marrë duart e saj. Tani, le të zgjedhim një fustan të bukur për ju sot. Ndihma e sinjora Elena kërkonte më shumë durim. Ajo ngatërronte orët, pyeste të njëjtën gjë disa herë dhe ndonjëherë kërkonte njerëz që kishin vdekur prej vitesh. Por Klea nuk u zemërua asnjëherë. Përgjigje me të njëjtin durim her pas here, buzëqeshte dhe gjithmonë e trajtonte me dashuri. Ditët e para ishin intensive. Klea mësoi rutinën e saktë, ilaçe që duhet të merreshin në çfarore, ushqime që preferonin, aktivitete që mund të bënin. Signor Carlo donte të lexonte dhe të dëgjonte muzikë klasike. Signora Elena donte të ndej në kopsht dhe të shikonte lule, edhe kur nuk e kujtonte se pse ishte atje. Por përtej detyrës fizike, Klea filloi të krijonte një lidhje me ta. Në pasdite, kur Signor Carlo ishte i lodhur, ajo nuk largohej, por ulej pranë dhe bisedonte me të. E pyeste për jetën e tij, për karrierën e tij si inxhinier, për projektet që kishte ndërtuar. Kam ndërtuar ura në të gjithë Italinë, tha një ditë me krenari. Ura që qëndrojnë ende sot. Kur isha e ri, kjo ishte pasioni im, të krijoj diçka që do të qëndronte përgjithmonë. Dhe ja dolët, tha Klea me butësi. Urat tuaja janë pjesë e historisë, sa i mrekullueshme. Ai e shikoi me mirënjohje. Asnjë nuk më pyet më për këto gjëra. Të gjithë mendojnë se sepse jam i vjetër, nuk kam më gjë për të thënë. Ju keni aq shumë për të thënë, Signor Carlo, dhe unë dua të dëgjoj. Me Signora Elena, Klea ishte po aq e durueshme. Kur ajo ngatëronte gjërat, Klea nuk e korrigjonte ashpër, por e drejtonte butësisht drejt realitetit. Kur ajo kërkonte djalin e saj, Klea i thoshte: "Ai do të vi së shpejti, por tani jam unë këtu për t'ju mbajtur shoqëri." "Ju jeni një vajzë e mirë", thoshte Signora Elena shpesh. "Si bia ime." Ndërsa java e parë kaloi, Klea ndjeu se po fitonte besimin e tyre. Ata filluan ta prisnin me dëshirë, të buzëqeshin kur ajo hynte në dhomë, të relaksoheshin në pranimin e saj. Roza i tha Kleas një ditë: "Ju jeni ndryshimi që ata kishin nevojë, e shoh në sy të tyre." Por Klea e dinte se nuk mund të pushonte. Çdo ditë duhej të tregonte të njëjtin respekt, të njëjtën dashuri, të njëjtin profesionalizëm. Kjo nuk ishte thjesht një punë për të. Ishte një thirrje. Javët filluan të kalonin dhe Klea u bë pjesë e pandar e jetës së çiftit Marketi. Ajo nuk ishte më thjesht infermierja e tyre, ajo po bëhej një antare e familjes. Çdo mëngjes, Signor Carlo e priste me një pyetje të re rreth Shqipërisë. Ai kishte filluar të lexonte libra për historinë e saj dhe çdo pasdite, Signora Elena kërkonte dorën e Kleas për të ecur në kopsht. Një ditë, ndërsa Klea po i ndihmonte Signor Carlo të bënte ushtrime të lehta fizioterapie, ai i tha: "Klea, ti na ke dhënë diçka që nuk e kishim prej kohësh. Dëshirën për të vazhduar. Para se të vije ti, çdo ditë ishte e njëjtë. Zgjoheshim, merrnim ilaçet, prisnim që dita të mbaronte. Tani, çdo ditë ka diçka për të shpresuar." Klea ndjeu syt i mbusheshin me lot, por i mbajtën. "Ju meritoni më shumë se sa aq, Signor Carlo. Ju meritoni të ndiheni të gjallë. Të lumtur. Dhe ti na e ke dhënë këtë", tha ai duke shtrirë dorën dhe duke prekur dorën e saj. Ishte momenti i parë që ai kishte shfaqur një gest kaq të ngrohtë. Gjatë kësaj kohe,
Klea mësoi gjithashtu më shumë për historinë e familjes Marketi. Ata ishin pasur një herë, por fatkeqësitë e jetës i kishin goditur. Djali i tyre i vetëm, Marko, kishte larguar në Amerikë 30 vjet më parë për të studiuar dhe nuk ishte kthyer kurrë. Ai telefononte çdo muaj, por vizitat ishin të rralla. Herën e fundit kishte ardhur 3 vjet më parë. Ai ka jetën e tij atje, tha sinjora Elena një ditë, ndërsa Klea e ndihmonte të kërthjellte flokët. Grua, fëmijë, punë, nuk mund ta fajsojmë. Por Klea dëgjonte trishtimin në zërin e saj. Si mund të mos i vizitonin më shpesh prindrit e tyre? Si mund ta linin vetëm në duart të huajve? Edhe pse ajo ishte falendruese për punën, ndjente një hidhërim për ta. Një mbrëmje, ndërsa Klea po i ndihmonte sinjor Carlo të shkonte në shtrat, ai e pyeti. Klea, ti e kollan nënën tënde shpesh, e di Roza. E kam dëgjuar. Si është ajo? Është mirë, faleminderit për pyetjen. Pak e lodhur nga puna, por në shëndet të mirë. Sa vjeç është? 52. Akoma e re. Sa mirë që ke kujtes për të, tha ai. Unë i them Markos që të vi më shpesh, por ai gjithmonë është i zënë. Ndonjëherë mendoj se ne nuk ishim prindër të mirë që ai të largohej kaq shumë. Mos e mendoni kështu, sinjor Carlo. Ju keni qenë prindër të mrekullueshëm. Ai thjesht zgjodhi një rrugë të ndryshme, por ju meritoni më shumë vëmendje nga ai. Ti je ajo që na jep vëmendje tani, tha ai butë, dhe jemi të lumtur për këtë. Në fundjavë, kur Klea nuk ishte në vil, ajo i mendonte çiftin vazhdimisht. I telefononte Roza për të siguruar që gjithçka ishte në rregull dhe shpesh kthehej të dielën pasdite, edhe pse nuk ishte detyruar, vetëm për të kaluar disa orë me ta. Një të bjel, kur hyri në vil, sinjora Elena po qante në sallonin e madh. Roza tha, ajo po përpiqet të kujtojë diçka, por nuk mund, po vuan. Klea ul pranë saj dhe e mori dorën. Sinjora Elena, çfarë po përpiqeni të kujtoni? Djali im, ai më dha diçka për ditëlindjen time të 30, diçka të bukur, por nuk e kujtoj çfarë ishte, tha ajo duke qarë. Klea mendoi shpejt. A ishte një gjë që e keni ende? Mund ta gjejmë së bashku? Sinjora Elena tundi kokun. Është diku, por ku? Klea e ndihmoi të ngrihet dhe filluan të kërkonin bashk. Kaluan në përdhoma, duke hapur sirtar dhe kutitë e vjetra. Pas një ore, në një dollap në dhomën e gjumit, gjetën një kuti të vogël kadifeje. Brenda ishte një byzylyk ari me një gur safir. Kjo është, thirri sinjora Elena, duke e marrë në duar me kujdes. Ky është. Marko ma dha kur u kthye nga universiteti, tha se ngjyra më kujtonte sytë e mi. Klea ja vuri byzlykun në kyç me butësi. Është i bukur, dhe tani e keni përsëri. Sinjora Elena e përqafoi Klean me gjithë forcën që kishte. Faleminderit, zemra ime, ti më solle kujtesën time. Këto momente të vegjël po krijoni një lidhje që shkonte përtej punës. Klea po bëhej dikush që ata besonin thellësisht, dikush që e dinte se si t'i bënte të ndihen të sigurt, të dashur, të rëndësishëm. Muaji i katërt i Kleas në vil solli një dimër të lehtë milanez. Ditët ishin më të shkurtra dhe më të ftohta, dhe çifti i moshuar kalonte më shumë kohë brenda. Klea filloi të lexonte për ta, libra që zgjidhte me kujdes bazuar në interesat e tyre. Për sinjor Carlo, biografi të inxhinierëve të famshëm dhe libra teknik. Për sinjora Elena, romane dashurie dhe përralla. Një mbrëmje, ndërsa Klea po i lexonte sinjora Elena një tregjim të Pirandellos, e moshuara e ndërpreu. Klea, ti ke dikë që të dashuron? Klea u habit nga pyetja. Jo, sinjora, nuk kam pasur kohë për këtë gjëra. Kjo është e trishtuar. Një vajzë e bukur si ti duhet të ketë dikë. Pse jo? Klea buzëqeshi me melankolik.
Kam qenë e përqendruar në karrierën time, në ndihmën e familjes sime. Dashuria mund të vijë më vonë. Sinjora Elena e shikoi me urtësinë e saj të thellë. Jeta kalon shpejt, zemra ime. Mos e harro veten duke u kujdesur për të tjerët. Do ta mbaj në mend, premtoi Klea. Në të vërtetë, kishte pasur dikën në Shqipëri, një djalë që e kishte dashuruar në universitet, por kur ajo kishte vendosur të largohej për në Itali, ai kishte kërkuar që ajo të qëndronte. Klea kishte zgjedhur ëndrrën e saj dhe ai kishte vazhduar më tej. Ndonjëherë e mendonte, por nuk kishte pendime. Kishte bërë zgjedhjen e duhur. Signor Carlo, gjithashtu po hapej më shumë. Një pasdite ndërsa ata po luanin sha, Klea kishte mësuar vetëm për të luajtur me të, ai i tha: "E di pse Marko shkoi në Amerikë dhe nuk u kthye kurrë?" "Pse?" pyeti Klea, duke lëvizur një kal. "Sepse unë isha shumë i rrept me të. Doja që ai të ishte i përsosur, të ndiqte hapat e ne, por ai donte të ishte artist, jo inxhinier. Luftuam për vite dhe në fund ai iku. Dhe unë kurrë nuk i kërkova falje." Klea ndaloi dhe e shikoi me kujdes. "Nuk është kur vonë të kërkosh falje, Signor Carlo." "Është kaq vonë. Ai ka jetën e tij tani. Pse do të dëshironte të dëgjonte kërkesa falje nga një plak? Sepse ju jeni babai i tij. Dhe çdo bir dëshiron të di se babai i tij është krenar për të, pavarësisht nga zgjedhjet që ka bërë." Signor Carlo pushoi për një kohë të gjatë, duke shikuar drejt figurave të shahut. "Ndoshta ke të drejtë. Ndoshta duhet të flas me të. Do të ishte një dhuratë e madhe për të," tha Klea but. Javën e ardhshme, Klea inkurajoi Signor Carlo ta telefononte Markos. Ai ishte nervoz, por më në fund e bëri. Biseda filloi e ngurtë, por gradualisht u zbut. Klea dëgjoi nga dhoma tjetër si Signor Carlo me zë të rënë i thoshte djalit të tij: "Doja të them se jam krenar për ty, për jetën që ke ndërtuar, për njeriun që ke bërë. Më vjen keq për gjithçka që nuk të thash kur duhej." Pas telefonatës, Signor Carlo pati lot në sy. Ai tha se do të vi për Krishtlindje, do të sill gruan dhe fëmijët. "E shihni?" tha Klea duke buzëqeshur. "Kurrë nuk është vonë për të ndërtuar një urë." Ai e shikoi me mirënjohje të pafundme. "Ti e bëre këtë të mundur, ti më dhe guzimin." Ndërsa Krishtlindja afrohet, vila filloi të merrte jetë. Klea, me ndihmën e Rosës, filloi të dekorojë shtëpinë. Vendosën një pemë të madhe në sallonin e madh, veshën grinal gjethesh në shkallë dhe ndezën qërinj të bardhë në çdo dritare. Signora Elena ishte e gëzuar si një fëmijë, duke ndihmuar aq sa mund. "Nuk kemi pasur një Krishtlindje të vërtet prej vitesh," tha ajo. "Tani do të vi Marko me familjen, është si një mrekulli." Klea punonte edhe jashtë orareve të saj, duke u siguruar që gjithçka ishte e përsosur. Ajo dinte se kjo nuk ishte thjesht një fest, ishte një rast për familjen Marketi të ribashkohej pas vitesh ndarjeje. 3 ditë para Krishtlindjeve, Marko arriti me gruan e tij, një grua amerikane të quajtur Sara dhe 2 fëmijët e tyre, një djalë 30 vjeçar të quajtur Luka dhe një vajzë 11 vjeçare të quajtur Sofia. Klea ishte atje kur hyn dhe shikoi një skenjë që e preku thellë. Signor Carlo dhe Signora Elena u ngritën nga karrocët e tyre me ndihmë dhe përgjafuan djalin e tyre me lot. "Mama, papa, më vjen keq që kam qëndruar larg aq kohë," tha Marko me zë të thyeshëm. "Ti je këtu tani, kjo është ajo që ka rëndësi," tha Signor Carlo. Gjatë darkës së parë, Marko u prezantua me Klean. "Prindrit e mi më kanë folur aq shumë për ju në telefon, ata thonë se ju keni ndryshuar jetën e tyre." Klea u skuq. "Unë thjesht bëj punën time." "Jo," tha Marko me siguri. "Ju bëni më shumë se aq. Ju kujdeseni për ta me dashuri dhe për këtë do t'ju jem përgjithmonë mirënjohës." Sara shtoi. "Klea, ju duhet të dini se kur I telefonoj vjehrët e mi, ata flasin më shumë për ju se për çdo gjë tjetër. Klea bëri këtë, Klea tha atë. Ju jeni një pjesë e familjes." Klea ndjeu një ngrohtësi në zemër që nuk e kishte ndjer prej kohësh. Këtu, larg shtëpisë,
ajo kishte gjetur një familje të dytë. Krishtlindjet në vilën Marketi ishin magjitje. Të gjithë mblodheshin rreth pemës, Signora Elena këndonte këngë të vjetra italiane dhe Luka dhe Sofia dëgjonin me kureshtëri ndërse gjyshurit e tyre tregonin historinë nga e kaluara. Klea u tërhoq pak, duke u siguruar që çifti i moshuar të mos lodhej shoh, por Marko e ftoi të ulej me ta. Ju jeni pjesë e kësaj familjeje, Klea. Nuk duhet të qëndroni në sfond, tha ai. Ajo u ul dhe për herë të parë në shumë vite, ndjeu se ishte vërtet pjesë e diçkaje të veçantë. Ata hapën dhurata, qeshën dhe ndan momente që do të mbahen përgjithmonë. Në një moment, Sinjora Elena e thyri Klea në një cep të dhomës. Zemra ime, kam diçka për ty. Ajo ja dha një kuti të vogël. Brenda ishte një gjerdan me një medaljon ari. Ky ishte i nënës sime, tha Sinjora Elena, dhe tani dua që ti ta kesh ti. Ti e bia që nuk e pata kurrë dhe dua që të kesh diçka që të kujtoj se sa shumë të dua. Klea nuk mund të mbante më lotët. Signora, nuk mund ta pranoj këtë, është shumë i vlefshëm. Dhe ti edhe më e vlefshme për mua. Më ke dhënë kaq shumë lumturi. Më ke bërë të ndihem e dashur përsëri. Të lutem, mere. Klea e përqafoi dhe pranoi dhuratën me një zemër plot emocion. Atë mbrëmje, ndërsa shikonte familjen Marketi të mbledhur rreth zjarit o gjakut, ajo realizoi se kjo ishte më shumë se një punë. Kjo ishte dashuria e pastër në formën më të thjeshtë. Kujdesi i dhënë dhe marrë, respekti dhe lidhja njerëzore. Pas disa ditësh, Marko dhe familja e tij duhet të largoheshin. Para se të ikte, ai dhe Klea folën vetëm. Klea, dua të them diçka, tha ai. Unë e di se nuk kam qenë djali më i mirë. Kam qëndruar larg, kam gjetur justifikime, por tani, duke parë prindër dhe mik kaq të lumtur për shkak tuaj, realizoj se ajo që mungonte ishte dashuria dhe vëmendja që ju keni dhënë. Ju keni qenë më shumë familje për ta se sa unë kam qenë prej vitësh. Mos e thuaj këtë, tha Klea. Ju jeni djali i tyre dhe ju duan jashtëzakonisht shumë, por faleminderit që u kthyet. Kjo ka kuptuar gjithçka për ta. Marko mori një zarf nga xhepi. Dua t'u jap diçka. Është një bonus për punën e jashtëzakonshme që keni bërë. 5.000 euro. Klea protestoi. Jo, nuk është nevoja. Unë jam paguar shumë mirë. Të lutem, merreni, e meritoni. Dhe më shumë se kaq, dua të di se nëse keni nevojë për çdo gjë, të më telefononi. Ju keni numrin tim. Ajo e pranoi me mirënjohje, e prekur nga bujaria e tij. Muajt vijuan dhe Klea vazhdoi punën e saj me të njëjtin përkushtim. Ajo filloi të shihte përmirësime të vogla në shëndetin e çiftit, jo të mëdha, por të rëndësishme. Signor Carlo kishte më pak dhimbje fal fizioterapisë së rregullt që Klea bënte me të. Signora Elena kishte më pak momente konfuzioni, sepse Klea kishte krijuar një rutinë të qëndrueshme që e ndihmonte të ndjej i sigurt. Mjeku i tyre, Dr. Ferrara, i vizitonte çdo muaj dhe ishte i habitur nga përmirësimet. Çfarë po bën me ta Klea? Kam parë pacient në këtë moshë të përkeqësohen shpejt, por këta janë stabil, madje më mirë. Thjesht kujdesen për ta me dashuri, tha Klea thjesht. Dashuria është ilaçi më i mirë, tha mjeku me një buzëqeshja. Pranvera erdhi me lule në kopshtin e vilës, dhe Klea filloi të ndihmonte Signora Elena të kujdesej për to. Ato kalonin orë të tëra duke mbjellë trandafila, zambak dhe sheg. Signora Elena ishte më e lumtur gjatë këtyre momenteve, duke folur për të kaluarën, kur ajo dhe Signor Carlo ishin të rinj dhe kalonin ditë të tëra në kopsht. Por një ditë prilli, gjërat ndryshuan. Signor Carlo u zgjua me dhimbje të fortë gjoksi. Klea e pa menjëherë se diçka nuk shkonte mirë dhe thirrri ambulancën. Ajo u transportua në spital dhe Klea shkoi me të, duke mbajtur dorën e tij gjatë gjithë rrugës. Mos u shqetëso, Signor Carlo, mjekët do të kujdesen për ju, i thoshte ajo, edhe pse vetë ishte friksuar. Në spital, mjekët konfirmuan se kishte pasur një atak të lehtë në zemër. Ai duhet të qëndronte për disa ditë për monitorim. Klea telefonoi Markos, i cili erdhi menjëherë nga Amerika. Ajo qëndroi në spital çdo ditë, duke u kujdesur për Signor Carlo dhe duke qetësuar Signora Elena, e cila ishte shqetësuar jashtë mase. Çfarë do të bëja pa të? Thoshte Signora Elena her pas here, duke qarë. Ai është i fortë, Signora,
Do ta kaloj këtë, i thoshte Klea, edhe pse kishte frikë që mos ishte vërtet. Pas një jave, Sinjor Carlo u lirua nga spitali, por mjekët ishin të qartë. Ai kishte nevojë për kujdes edhe më intensiv. Zemra e tij ishte dobët dhe çdo përpjekje mund të ishte rrezikshme. Klea dyfishoi përpjekjet e saj. U sigurua se që Sinjor Carlo të mbante dietën e rept, të merrte ilaçet në kohë dhe të shmangej çdo stres. Ajo hiqte dorë nga fundjava e saj për të qëndruar në vil, duke u siguruar që ai ishte gjithmonë i bikëqyrur. Marko e pa këtë dhe ishte shqetësuar. Klea, ju po mbaroni veten, ju duhet të pushoni. Unë do të pushoj kur të jem e sigurt se ai është mirë, tha ajo me vendosmëri. Por kjo nuk është e drejtë për ju. Ju meritoni një jetë jashtë kësaj shtëpie. Kjo është jeta ime, Marko. Këta njerëz janë gjithçka për mua. Ai kuptoi se nuk mund ta binde, dhe thjesht tha, ju jeni një ëngjëll. Muajt e vështirë kaluan. Sinjor Carlo u rikuperua ngadalë, por kur nuk u kthye plotësisht si më parë. Ai ishte më i dobët, më i lodhur, por çdo ditë falënderonte Klean për jetën që ende kishte. Ti më ke dhënë më shumë kohë në këtë botë, i thoshte ai shpesh. Ndërkohë sinjora Elena po përkeqësohej gjithashtu. Demenca ishte duke përparuar dhe ajo kishte më shumë momente kur nuk njihte ku ishte ose kush ishte rreth saj. Por edhe në ato momente, kur Klea fliste, zëri i saj e qetësonte. Ti je aq e mirë me mua, thoshte sinjora Elena, sikur një angel. Klea nuk e dinte se sa e rëndësishme ishte ajo për ta, derisa një natë, ku shkoi në dhomën e sinjora Elena për ta kontrolluar, e gjeti duke qarë. Çfarë ndodhi, sinjora? Pyeti Klea me shqetësim. Unë kam frikë se do të harroj gjithçka. Kam frikë se një ditë nuk do të njoh. Dhe ti je kaq e dashur për mua. Klea e përqafoi fort. Edhe nëse më harroni, unë kurrë nuk do t'ju harroj, dhe do të jem këtu çdo ditë, duke ju kujtuar se sa jeni të dashur. Premto, tha sinjora Elena. Premtoj. Vjeshta erdhi përsëri dhe me të erdhi një ftohje e re. Sinjor Carlo dhe sinjora Elena ishin më të dobët se kurrë, por Klea vazhdonte të luftonte për ta. Ajo kishte hequr dorë nga gjithçka tjetër, miqt, udhëtimet, madje edhe vizitat e shpeshta në Shqipëri. E gjithë jeta e saj rrotullohej rreth tyre. Një ditë Roza i tha: Klea, ti duhet të kesh kujdes edhe për veten. Po konsumohesh jashtë mase. Unë jam mirë, insistoi Klea. Jo, nuk je. Ke humbur pesh, ke rrath të zinj nën sy. Kur është hera e fundit që dhe me dikë tjetër përveç nesh? Ishte e vërtet, por Klea nuk mund të largohej. Ata kishin nevojë për të dhe ajo kishte nevojë për ta po aq. Një mbrëmje, ndërsa Klea po e ndihmonte sinjor Carlo të shkonte në shtrat, ai i tha: Dua të flas me ty për diçka të rëndësishme. Çfarë është, sinjor Carlo? Pyeti Klea. Elena dhe unë jemi biseduar me Markos. Ne po plakemi shpejt, edhe e dim se nuk na mbetet shumë kohë. Kemi vendosur të përditësojmë testamentin ton. Klea dëgjoi në heshtje. Ne kemi vendosur të lëm ty një shumë të madhe parash. 50.000 euro. Është mënyra jone të thanat për gjithçka që ke bërë. Klea mbeti e habitur. Sinjor Carlo, nuk mund ta pranoj këtë. Unë kam bërë punën time sepse ju dua, jo për para. Pikërisht për këtë arsye dëshirojmë ta bëjmë, sepse e di që ti nuk e pret. Por ti meriton këtë dhe më shumë. Me këto para mund të hapësh një biznes, të blesh një shtëpi, ose të ndihmosh familjen tënde. Ju keni bërë tashmë aq shumë për mua, më keni dhënë një jetë këtu, më keni trajtuar si familje. Dhe ti na ke dhënë dinjitet, dashuri dhe shpresë në vitet tona të fundit. Vendimi është marrë, Klea, nuk mund të refuzosh. Klea nuk dinte çfarë të thoshte. Ishte e mbërthyer nga emocione të kundërta, mirënjohje, hutim dhe një ndjej shqetësimi. Në shtëpi, gjithë familja ishte mbledhur për ta pritur. Vëllai i saj Ardi, Tezja, kushërinjt, ata kishin përgatitur një festë të vogël me ushqime tradicionale shqiptare. Ndërsa hanin dhe qeshën,
Kapitulli 9. Testamenti dhe zemra. Ditët që pasuan, Klea nuk mund të hiqte mendjen nga ajo bisedë. 50.000 euro ishte një shumë e pabesueshme për të. Më shumë para se sa kishte parë ndonjëherë. Me këto para ajo mund të ndërtonte një shtëpi të re për familjen e saj në Shqipëri, të hapte një klinikë të vogël, ose të vazhdonte studimet e saj. Mundësitë ishin të pafundme. Por çdo herë që mendonte për para, ndjeu një ndjenjë faji. A ishte e drejtë të merrte kaq shumë? A do të mendonin njerëzit se ajo kishte punuar vetëm për trashëgimi? Por më e rëndësishmja, çfarë do të ndodhte me Sinjor Carlo dhe Sinjora Elena? Mendimi i humbjes së tyre e bënte zemrën t'i dhëmbte. Një ditë, ndërsa po flisnin në kopësht, Sinjora Elena, në një moment qartësie, i tha: "Klea, e di që Carlo të foli për testamentin. Dua që të dish se kjo ishte ideja ime, më shumë se e ti." "Sinjora, ju nuk duhet." "Lërem të mbaroj," tha ajo me butësi. "Unë nuk kam pasur kurrë një vajzë. Gjithmonë e desha, por Zoti deshi ndryshe. Pastaj erdhe ti dhe ishte sikur lutjet e mia ishin të dëgjuara. Ti nuk je thjesht një infermierja jon, Klea. Ti je bija ime, në çdo mënyrë që ka rëndësi. Dhe një nën duhet të kujdeset për vajzën e saj edhe kur nuk është më këtu." Lotët filluan të rrjedhin nga faqet e Kleas. "Ju keni qenë gjithashtu si prindër për mua. Më keni dhënë aq shumë dashuri. Dhe ti na ke dhënë arsye për të jetuar. Pa ty, ne do të ishim thjesht dy pleq të vetmuar duke pritur fundin. Por ti na bëre të qeshim përsëri, të shpresojmë, të ndihemi të rëndësishëm." Ato qëndruan të përqafuara për një kohë të gjatë, duke qarë dhe duke u buzëqeshur në të njëjtën kohë. Javët kaluan dhe shëndeti i çiftit vazhdoi të përkeqësohej gradualisht. Mjekët ishin realist. Ishte vetëm çështje kohe. Marko vinte më shpesh tani, duke kaluar një javë çdo muaj me prindrit e tij. Ai dhe Klea punonin së bashku për t'i bërë ditët e tyre sa më të rehatshme dhe plot dashuri. Një ditë dhjetori, Sinjor Carlo e thirri Klea në studion e tij. Ai ishte ulur në karrocë pranë dritares, duke shikuar kopshtin e mbuluar me dobor të lehtë. "Klea, eja t'ulus," tha ai. Ajo ul pranë tij dhe e mori dorën e tij të hollë. "Dua të them diçka që nuk ja kam thënë askujt," filloi ai. "Kur isha i ri, pata një ëndër. Doja të ndërtoja një urë që do të bashkonte jo vetëm dy brinj të një lumi, por njerëzit. Një urë që do të qëndronte përgjithmonë si simbol i bashkimit dhe dashurisë." "E ndërtuat shumë ura, Sinjor Carlo," tha Klea. "Po, por asnjëra nuk ishte ajo urë. U fokusova aq shumë në punë sa që harrova njerëzit rreth meje, gruan time, djalin tim, dhe kur më në fund u ndala për të parë, ishte gati shumë vonë." Ata ishin larguar, emocionalisht. Marko ishte në Amerikë dhe Elena po humbej në mendje. Ai pushoi të marrë frymë, pastaj vazhdoi. "Por pastaj erdhe ti, dhe ti bëre diçka që unë kurrë nuk pata bërë, të na lidh. Ti je ura që unë nuk pata ndërtuar kurrë. Ti bashkove familjen time, na bëre të ndihemi përsëri si një e tërë." Klea nuk kishte fjalë. Zemra e saj ishte plot. "Prandaj, Klea, nuk ka rëndësi sa para të lëm. Asgjë nuk mund të paguaj atë që ke bërë. Por dëshirojmë të bëjmë diçka për treguar se kemi të drejtë. Ju tashmë e keni treguar çdo ditë me dashurinë tuaj për mua," tha Klea me zë të thyeshëm. Ato mbetën në heshtje duke ndarë një moment që ishte më i thellë se fjalët. Në mesit të dhjetorit, notari erdhi në vilë për të finalizuar testamentin. Sinjor Carlo dhe Sinjora Elena ishin vendosur. Klea u ftua të jetë e pranishme së bashku me Markos. Notari, një burr i vjetër me syzet e tyre, lexoi dokumentet. Pjesa më e madhe e pasurisë do t'i shkonte Markos, siç ishte e drejtë. Vila, investimet, të gjitha arkifaktet familjare. Por pastaj erdhi një klauzol e veçantë. Dhe Kleas Berisha, infermierja jon dhe vajza e zgjedhur e zemrës, i lëm shumën 100.000 euro si shprehje e mirënjohje son të pafund për kujdesin, dashurinë dhe për kushtimin që na ka dhënë. Klea mbeti e ngrirë. 100.000? Po, tha Sinjor Carlo. Vendosëm ta shtojmë. Menduam se 50.000 nuk ishte mjaft.
Por kjo është shumë e madhe, unë nuk mund. Marko e ndërpreu. Klea, prindrit e mi kanë të drejtë. Ju meritoni këtë dhe më shumë, dhe unë jam plotësisht dakord me këtë vendim. Notari shikoi Klean. Zonjush Berisha, a pranoni këtë trashëgim? Klea shikoi nga sinjor Carlo tek sinjora Elena, që të dy po e shikonin me shpresë e dashuri. Pastaj shikoi Markos që tundi kokën me miratim. Unë pranoj me zemër të plot, por me një kusht, tha Klea. Zëri i saj qëndrueshëm pavarësisht emocioneve që ndjente. Të gjithë e shikuan me kureshtje. Kushti im është që unë do të vazhdoj të kujdesem për ju me të njëjtin përkushtim si më parë. Këto para nuk do të ndryshojnë asgjë në atë që ne ndajmë. Unë do të jem këtu, çdo ditë, derisa të keni nevojë për mua. Sinjor Carlo buzëqeshi, një buzëqeshje të vërtet që e bënte fytyrën e tij të rrudhur të shkëlqente. Nuk e prisnim asgjë ndryshe prej teje, bia ime. Sinjora Elena shtriti duart e saj dhe Klea shkoi te ajo dhe u përkul për ta përqafuar. Unë të dua aq shumë, pëshpëriti e moshuara. Edhe unë ju dua, sinjora, më shumë se mund të shprehin fjalët. Notari përfundoi procedurat dhe u largua. Marko qëndroi pak më gjatë për të folur me Klean privatisht. Klea, dua të dish se unë jam kaq mirënjohës për gjithçka që ke bërë. Prindrit e mi kanë jetuar vitet e tyre më të mira fal teje. Kur erdha për Krishtlindje vitin e kaluar, ata ishin persona të ndryshëm nga ata që kisha lënë 3 vite më parë. Ishin të lumtur, të qetë, plot jetë. Dhe gjithçka fal teje. Ata janë njerëz të mrekullueshëm, tha Klea. Është privilegji im të jem këtu. E di. Dhe pikërisht prandaj e kaq e veçantë. Shumë pak njerëz do të bënin atë që ke bërë ti. Shumë pak njerëz do të punonin me një dashuri kaq të pastër, pa pritur asgjë në këmbim. Unë kam pritur diçka, tha Klea but. Kam pritur dashurinë e tyre dhe e kam marrë çdo ditë. Marko e përqafoi. Ti je një person jashtëzakonshëm, Klea. Mos e harro kurrë këtë. Krishtlindjet e dyta që Klea kaloi me familjen Marketi ishin edhe më të veçanta se të parat. Marko erdhi me gjithë familjen dhe kësaj here edhe disa kushërin të afërt vizituan. Vila ishte e mbushur me jetë, me qeshje, me dashuri. Klea organizoi gjithçka me perfeksion. Ajo punoi me një kuzhinier profesional për të përgatitur një darkë tradicionale italiane me 7 pjata peshku, siç kërkonte tradita. Dekoroi çdo cep të shtëpisë me drita, pemë dhe simbolet e Krishtlindjeve. Por pjesa më e bukur ishte të shihje sinjor Carlo dhe sinjora Elena të rrethuar nga familja e tyre. Edhe pse ishin të dobët fizikisht, frymët e tyre ishin të forta të natë. Ata treguan histori, qeshën dhe përqafuan të gjithë. Në mesnatë, kur të gjithë ishin mbledhur rreth pemës, sinjor Carlo u ngrit me ndihmën e bastonit dhe ngacmoi gotën e tij të verës. Dua të bëj një dolli, tha ai me zë të qëndrueshëm. Për familjen, për dashurinë dhe veçanërisht për Klean, vajzën që na ka dhënë gjithçka. Pa të, ne nuk do të ishim këtu sot. Ajo na ka dhënë jo vetëm kujdes mjekësor, por diçka shumë më të shtrenjtë. Ajo na ka dhënë dinjitetin, gëzimin dhe shpresën. Për Klean! Për Klean! Përsëriten të gjithë duke ngritur gotat e tyre. Klea ndjeu lotë duke i rrokullisur faqet, po kësaj radhe nuk i fshiu. I la të rjedhin sepse ishin lot lumturie. Më vonë atë natë, kur të gjithë ishin larguar për të fjetur, Klea doli në balkon të domës së saj dhe shikoi qiellin plot yje. Mendoi për rrugtimin e saj, nga ajo vajzë e re nga një fshat i vogël shqiptar deri këtu, në këtë vilë madhështore e rrethuar nga një dashuri që nuk e kishte imagjinuar kurrë. Mori telefonin dhe thirri nënën e saj. Mami, gëzuar Krishtlindjet, tha ajo me buzëqeshje. Gëzuar zemra ime, si je?
si janë zotrinjtë e tu? Janë të mrekullueshëm dhe kam lajme për ty. Ajo i tregoi nënës së saj për testamentin, për paratë që do të merrte. Nona e saj filloi të qante. O bija ime, sa e bekuar je, Zoti të ka shpërblyer për zemrën tënde të mirë. Nuk është vetëm për mua, mami, është për të gjithë ne. Do të ndërtojmë një shtëpi të re. Do të kujdesemi që Ardi të përfundojë universitetin pa shqetësime. Dhe ti nuk do të punosh më. Do të pushosh dhe do të gëzosh jetën. Jo, bija ime, ti duhet të mbash ato para për veten tënde, për të ardhmen tënde. Mami, familja ime është e ardhmja ime, dhe unë do të kujdesem për ju si që janë kujdesur për Signor Carlo dhe Signora Elena. Ato folën për një orë, duke planifikuar, duke ëndërruar, duke qeshur. Kur mbylli telefonin, Klea ndjeu një paqe të thellë. Gjithçka që kishte bërë kishte pasur kuptim. Janari erdhi me një ftohje të rrept. Signor Carlo dhe Signora Elena po dobësoheshin shpejt. Mjekët thanë se ishte vetëm çështje javësh, ndoshta ditësh. Marko erdhi dhe qëndroi në vilë duke marrë leje nga puna në Amerikë. Klea ishte atje 24 orë në ditë. Ajo kishte vendosur një shtrat të vogël në dhomën midis dhomave të tyre, kështu që të dëgjonte nëse ata kishin nevojë për diçka gjatë natës. Roza e ndihmonte sa më shumë që mund, por ishte Klea ajo që ata kërkonin gjithmonë. Ku është Klea? Pyeste Signor Carlo her pas here kur zgjohej. Jam këtu, Signor Carlo. Përgjigjej ajo me një herë duke shpaqur buzëgjeshjen e saj të ngrohtë. Mirë, thoshte ai duke u qetësuar. Signora Elena ishte në një gjendje edhe më të keqe. Demenca kishte përparuar aq shumë sa që ajo nuk njihte më askë, përveç Kleas. Çdo herë që Klea hynte në dhomë, fytyra e saj ndriçohej. Vajza ime erdhi, thoshte ajo me buzëqeshje. Po, jam këtu, signora, thoshte Klea duke i marrë dorën. Një mbrëmje, ndërsa Klea po i lexonte një porrall Signora Elena, e moshuara e ndërpreu. Klea, a do të jesh mirë kur unë të iki? Klea ndjeu një top në fyt. Ju nuk po shkoni askund, signora. Po shkoj, e ndjej. Por nuk kam frikë, sepse e di se ke qenë këtu me mua. E di se më ke dashur, dhe kjo është gjithçka që ka rëndësi. Unë ju kam dashur më shumë se mund të shprehin fjalët, tha Klea duke qartë të hapur tani. E di, zemra ime, e di. Signora Elena ngri dorën dhe fshiu lotët nga faqet e Kleas. Mos qaj, unë jam e lumtur, kam pasur një jetë të bukur dhe vitet e fundit, falteje, kanë qenë më të bukurat. Ato qëndruan të përqafuara derisa Signora Elena ra në gjumë. 3 ditë më vonë, Signora Elena vdiq në gjumë, në mënyrë paqësore. Klea ishte pranë saj duke i mbajtur dorën. Kur realizoi se ajo kishte ikur, Klea nuk bërtiti, nuk u trondit. Thjesht qëndroi atje, duke qarë butësisht dhe duke i përshpëritur. Shko në paqe, signora. Faleminderit për gjithçka. Funerali ishte një ceremoni e bukur. Njerëz nga gjithë Milano erdhën për të paguar respektet e tyre. Marko foli për nënën e tij, për dashurinë që kishte dhënë, për granësinë që kishte pasur. Pastaj, befasisht, ai ftoi Klean të fliste. Klea nuk ishte përgatitur, por nuk ngret dhe shkoi te podiumi. Shikoi nga turma dhe filloi të fliste nga zemra. Signora Elena më thirri vajzën e saj, tha ajo me zë të qëndrueshëm, dhe unë e konsiderova atë si nënën time të dytë. Ajo më mësoi se dashuria nuk është gjak, por zgjedhje. Ajo zgjodhi të më doj, dhe unë zgjodha ta dua atë, dhe për këtë do të jem përgjithmonë mirënjohëse. Faleminderit, signora Elena, për gjithçka. Rrëfeuni në paqe. Nuk ishte sy të thatë në kish. Pas vdekjes së signora Elena, signor Carlo u përkeqësua shpejt. Ishte sikur një pjesë e tij kishte ikur me të. Ai nuk fliste shumë më, nuk hante, thjesht shikonte drejt dritares dhe priste. Më mungon, i tha Kleas një ditë. E di, signor Carlo, dhe është në rregull të ndiheni kështu. Kam jetuar 60 vjet me të. Si mund të jetoj pa të? Ju nuk jeni vetëm. Unë jam këtu
Marko është këtu. Ne të gjithë ju duam. Ai e shikoi me sy të lodhur. E di. Dhe jam mirënjohës, por ndonjëherë dashuria nuk mjafton për të mbushur zbrastirën. Klea e kuptonte dhe nuk përpiqej ta bindë me fjalë boshe. Thjesht qëndronte pranë tij, e heshtur, duke I mbajtur dorën. 2 javë pas varrimit të sinjora Elena, sinjor Carlo vdiq gjithashtu në gjumë. Klea ishte përsëri pranë tij. Kur ai mori frymën e fundit, ajo I përshpëriti. Shkote ajo, sinjor Carlo. Ajo të pret. Funerali I dytë ishte po aq I dhimbshëm, por kësaj madhe, Klea ndjente diçka të ndryshme. Ajo ndjente se misioni I saj ishte përmbushur. Ajo kishte qenë atje për ta, derisa ata kishin nevojë për të. Dhe tani, ata ishin së bashku përsëri, në një vend më të mirë. Javët që pasuan ishin të vështira për Klean. Vila ishte e zbrazët, e qetë, e frikshme në heshtjen e saj. Roza vinte çdo ditë për të pastruar, por edhe ajo ishte e trishtuar. Nuk do të jetë më e njëjta këtu, tha Roza një ditë. Jo, nuk do të jetë, tha Klea. Marko qëndroi në Itali për të sistemuar çështjet ligjore dhe pronësinë. Ai tha Klea se mund të qëndronte në vilë sa të dëshironte, por Klea e dinte se nuk mund. Çdo cepja saj shtëpie I Kujtonte ta buzëqeshjen e sinjora Elena në kopsht, zërin e sinjor Carlo duke lexuar gazetën në studion e tij. Ishte shumë dhimbje. Një ditë notari e thirri për të finalizuar trashëgimin. Klea shkoi në zyrën e tij dhe ul përballë tij. Zonjush Berisha, kam kënaqësinë që ju informoj se testamenti është ekzekutuar plotësisht. Shuma 100.000 euro është transferuar në llogarinë tuaj bankare. Klea dëgjoi, por nuk ndjeu asgjë. Parat nuk kishin rëndësi në atë moment. Ajo kishte humbur 2 njerëz që I donte thellësisht. Faleminderit, tha ajo me zë të ulët. Notari e shikoi me dëmshuri. E di se është e vështirë, por ata deshën që ju të jeni e lumtur. Mos I zhgënjeni duke qëndruar në zi për gjithmonë. Klea tundi kokën dhe u largua. O të mbramje, Marko e ftoi Klean për darkë në një restorant elegant në qendër të Milanos. Ato folën për shumë gjëra, për kujtimet, për të ardhmen, për jetën. Çfarë do të bësh tani? Pyeti Marko. Nuk e di, u përgjigj Klea me sinqeritet. Kam menduar të kthehem në Shqipëri për një kohë, të shikoj familjen. Pastaj ndoshta të hap diçka këtu, një klinik të vogël, ku mund të kujdesem për njerëz të moshuar që kanë nevojë për ndihmë. Kjo është një ide e shkëlqyer, tha Marko. Prindrit e mi do të ishin krenar. Ai nxori një zarf tjetër nga xhepi. Ka edhe diçka tjetër. Prindrit e mi lënë edhe disa letra personale për ty. Ato I shkruan gjatë javëve të fundit kur dinin se koha po afrohej. Klea mori zarfin me duar të rëmujshme. Brenda kishte 2 letra, një nga sinjor Carlo dhe një nga sinjora Elena. Lexoj kur ti jesh gati, tha Marko. Nuk ka ngutje. Kur Klea u kthye në apartamentin e saj atë natë, u ul në shtrat dhe hapi letrën e parë. Ishte nga sinjor Carlo, shkruar me një shkrim të rëmuar, por të qartë. Klea e dashur, nëse po lexon këtë, do të thotë se unë kam ikur tashmë. Por para se të largohesha, doja të thusha disa fjalë që nuk pata guximin t'i them në fytyrë. Ti erdhe në jetën tonë kur ishim humbur çdo shpresë. Ishim 2 pleq të lodhur, duke pritur fundin, por ti na bëre të ndjehemi përsëri të rëndësishëm, të dashur, të gjallë. Gjatë gjithë jetës sime, ndërtova ura nga betoni dhe çeliku. Ato qëndrojnë ende sot dhe jam krenar për to, por ura më e bukur që kam parë ndonjëherë është ajo që ti ndërtove midis 2 zemrave të vjetra dhe botës. Ti na lidhje me jetën, me dashurinë, me familjen. Ti nuk ishe thjesht infermierja jon. Ti ishe bia që gjithmonë ndeshëm, por nuk e patëm. Dhe çdo ditë që kalove pranesh ishte një dhuratë. Këto para që të lam nuk janë pag për punën tënde. Ja një shenjë vogël e asaj që ti meriton për zemrën tënde të madhe. Përdori ato për të ndërtuar diçka të bukur, për veten, për familjen, për të tjerët. Dhe mos qaj shumë për mua dhe Elenën. Ne jetojmë një jetë të plot, falteje. Tani jemi së bashku përsëri, duke të shikuar dhe duke buzëqeshur. Të dua për gjithmonë. Babai yt në zemër. Carlo. Klea qau deri sa nuk pati më lot. Pastaj, hapi letrën e dytë, nga sinjora Elena. Shkrimi ishte akoma më I pasigurt, me fjalë të ngatëruara në disa vende, por mesazhi
ishte i qartë. Zemra ime e vogël, Klea. Nuk e di nëse do të mund të shkruaj mirë, por dua të them diçka. Ti më bëre të ndihem e lumtur në vitet e fundit të jetës sime. Edhe kur nuk kujtoja emrin tim, kur nuk dija ku isha, zori yt më qetësonte. Dora jote më bënte të ndihesha e sigurt. Ti je engjëlli im. Zoti të dërgoi te ne kur kishim nuk shumë nevojë. Dhe unë falenderoj Zotin çdo ditë që të solli. Dua që të jesh e lumtur, zemra ime. Gjej dikë që të dojë siç meriton. Ndërto një familje të bukur. Jeton një jetë plot dashuri dhe gëzim. Dhe kur të jesh e vjetër, kur të kesh nevojë për ndihmë, shpresuj se dikush do të vi për ty, ashtu siç ti erdhe për mua. Të dua më shumë se fjalët. Nëna jote në zemër, Elena. Klea e la letrën dhe shikoi tavanin, duke lënë që lotët të rrjedhin lirisht. Ajo ndjeu një dhimbje të thellë, por edhe një mirënjohje të pafundme. Ajo kishte pasur privilegjin të jetë pjesë e jetës së dy njerëzve të mrekullueshëm, dhe ata kishin qenë pjesë e saj. Një javë më vonë, Marko e thirri Klean për një takim të fundit para se të kthehej në Amerikë. U takua në vilë, që tani ishte në proces shitjeje. Kam diçka të rëndësishme për të diskutuar me ty, tha Marko, ndërsa uli në sallonin e madh. Çfarë është? Pyeti Klea. E di që prindrit e mi të lanë 100.000 euro, por ka diçka tjetër që nuk e dinte. Klea e shikoi me kureshtje. Prindrit e mi kishin gjithashtu një llogari investimesh që deshën ta linin për mua. Vlera e saj ishte rreth 300.000 euro, por pas vdekjes së tyre kam menduar shumë për këtë dhe kam vendosur diçka. Ai nxori disa dokumente. Dua të ndaj këtë shumë me ty, 150.000 për ty, 150.000 për mua. Klea mbeti e habitur. Marko, jo, kjo është trashëgimia jote. Unë tashmë mora shumë më shumë se sa prisja. Klea, dëgjo, ti u dhe prindërve të mi diçka që unë nuk u dha shkur. Kohën, dashurinë, pranimin. Unë isha në Amerikë, duke ndërtuar karrierën time, duke harruar ata që vërtet ka rëndësi. Ti isha atje çdo ditë duke kujdesur për ta, duke i bërë të qeshin, duke u dhënë dinjitet. Jo, Klea, ti meriton këtë më shumë se unë. Për Marko, vendimi është marrë, tha ai me vetmosmëri. Ju lutem, pranoje, jo për mua, por për prindërit e mi. Ata do dëshironin që ti të kesh gjithçka. Klea nuk dinte çfarë të thoshte. Tani me gjithsej 250.000 euro, ajo kishte para që mund të ndryshonin plotësisht jetën e saj dhe të familjes së saj. Unë nuk kam fjalë, tha ajo më në fund. Nuk ke nevojë për fjalë, thjesht premdom se do t'i përdoresh për diçka që të bëjë të lumtur. Prindrit e mi do dëshironin këtë. Premtoj, tha Klea duke përqafuar. Por natën e ardhshme, Klea nuk mund të flinte. Ajo shikonte tavanin, duke menduar për gjithçka që kishte ndodhur. Kishte ardhur në Itali me asgjë, përveç një ëndre. Tani ajo kishte para që mund ta bënin atë të pasur. Por a ishte kjo e drejtë? Ajo mendoi për familjen e saj në Shqipëri. Mendoi për nënën e saj që punonte çdo ditë në shkollë me një pagë të vogël. Mendoi për vëllain e saj që luftonte për të paguar universitetin. Mendoi për fëmijët që kishte parë në fshatrat e Shqipërisë, që kishin nevojë për ndihmë mjekësore, por nuk kishin mjete. Dhe atëherë, një ide filloi të formohet në mendjen e saj. Një ide që do të nderoj kujtimin e Signor Carlo dhe Signora Elena në mënyrën më të mirë të mundshme. Mëngjesi i ardhshëm, Klea thirri Markos dhe kërkoi të takoheshin me të përsëri. Ajo kishte një vendim për të bërë dhe donte që ai të ishte i pari ta dinte. Takoheshin në një kafene pranë Duomos. Marko duke i kurioze. Çfarë ndodhi duke shë vendosur për diçka saj? Xham, tha Klea, duke marrë një frymë të thellë. Ka menduar gjithë natën për paratë që më lam prindrit të tu, dhe për atë që ti doje të më jepje. Dhe ka marrë një vendim. Cili është? Unë dua të refuzoj pjesën shtesë që po më ofron. 150.000 euro nga llogaria e investimeve. Marko u habit. Çfarë? Pse? Sepse nuk është e drejtë. Ti je djali i tyre. Ti meriton atë trashëgimi. 100.000 euro që më lanë në testament është më shumë se sa mund të kisha imagjinuar ndonjëherë, por pjesa tjetër i përket ty dhe familjes sate.
Marko mbështet prapa, duke e shikuar me admirim. Klea, unë nuk e di çfarë të them. Shumica e njerëzve do të kërkonin më shumë, jo më pak. Unë nuk jam shumica e njerëzve, tha Klea me një buzëqeshje të vogël. Unë jam dikush që beson se parat nuk të bëjnë të lumtur. Dashuria të bën të lumtur. Dhe unë kam pasur më shumë dashuri në këto 2 vjet me prindrit e tu, se sa shumë njerëz kanë në një jetë të tërë. Marko e shikoi për një kohë të gjatë. Pastaj buzëqeshi. Prindrit e mi kishin të drejtë. Ti je vërtet e veçantë. Por ka diçka tjetër që dua të bëj me 100.000 euro që mora, vazhdoi Klea. Çfarë? Dua të hap një qendër kujdesi për të moshuarit në Shqipëri. Një vend ku njerëzit e moshuar mund të marrin kujdes cilësor, ku mund të trajtohen me dinjitet e dashuri, siç e trajtova unë prindrit e tu. Ka aq shumë njerëz aty që kanë nevojë për ndihmë, por nuk kanë mjete. Marko buzëqeshi gjër. Kjo është një ide e mrekullueshme. Prindrit e mi do të ishin krenare. Ka vetëm një problem, tha Klea. 100.000 euro nuk janë mjaft për të ndërtuar një qendër të plotë. Mund të filloj diçka të vogël, por nuk do të jetë ajo që imagjinoj. Marko mendoi për një moment. E nëse unë kontriboj gjithashtu, le të them, 50.000 euro nga trashëgimia ime, atëherë do të kesh 150.000 për të filluar. Klea e shikoi me gojë hapur. Marko, ti nuk duhet. Dua, tha ai me vendosmëri. Prindrit e mi do dëshironin që pasuria e tyre të përdorej për diçka kaq të bukur, dhe unë dua të jem pjesë e kësaj. Mund ta quajmë qendrën Shtëpia Carlo dhe Elena Marchetti. Emri i tyre do të jetojë për gjithmonë. Klea ndjeu lotë duke i ardhur përsëri. Nuk e di si të falenderoj. Nuk ka nevojë. Thjesht sigurohuni që e bëni atë që doni të bëni dhe më dërgoni foto kur të hapet. Javën e ardhshme, Klea mblodhi gjërat e saj dhe u kthye në Shqipëri për herë të parë në gati 2 vjet. Kur avioni u ul në aeroportin e Tiranës, ajo ndjeu një kombinim me emocionesh. Gëzim për të parë familjen, trishtim për atë që kishte lënë pas në Itali, dhe eksitim për projektin e ri që do të fillonte. Nëna e saj, Flutura, e priti në aeroport me lot lumturie. Ato u përqafuan për një kohë të gjatë, pa thënë asnjë fjalë. Sa më ke munguar, nën, tha Klea. Edhe ti më ke munguar aq shumë, zemra ime, por jam kaq krenar për ty, për gjithçka që ke arritur.